ju nuk jeni shqiptar, ju jeni arab. Si e komentoni këtë? Shpesh këtë komente shohim në për videot islame. Ne e argumentojmë këtë me dy argumentat fort. Argumenti i parë i fort është se çfarë kanë ata më shumë se sa ne. Po të na bësh analizat ADN-s, dalim njësoj. Çfarë i bën ata më shqiptar se sa ne? E dyta tek kontributi. Ti je shqiptar nuk do të thotë të bësh llafologun. Ti je shqiptar do të thotë të japësh kontribut. Të kontribosh për vendin tënd. Ti je i mirë për i dobishëm. Dhe ne e kemi treguar veten tonë. Pra ne nuk është se jemi vetëm fetar, edhe nuk jemi, le të themi, kombëtar apo adhetar. Ne kemi treguar kur është kërkuar pushka, hoxhallarët dhe medresantët kanë dalë me pushkë në krah. Kur është pas nevojë për të dhënë jetën tonë e kemi dhënë për kombin tonë. Çfarë i bën ata më adhetar se sa ne? Çfarë i bën ata më të mirë se sa ne? Çfarë i bën ata më adedashë se sa ne? Qenia jonë që le të themi jemi musliman është diçka që ne, domethënë, e kemi zgjedh. Ndërsa qenin tonë shqiptar na ka dhënë Zoti xhelalu. Kështu që ne, domethënë, ata nuk ka çfarë i bën më të mirë se sa ne. Pastaj momenti që ti thua arab, për çfarë thua arab? Ku ka argumenti që ne jemi arab? A ka vallë ndonjë rast, qoftë edhe një rast i vetëm, që ndonjë prej hoxhallarëve të bëj avokatin e arabëve? Asnjëherë nuk ka ndodhur. Madje shumë herë në muhabete kur bëjmë fjalë dhe ti kushtot po ja bota arabe, unë them vëlla, jam Ahmed Kalaj, nuk jam avokati i arabëve. Unë nuk jam avokati i arabëve. Nëse ke diçka me arab, shkon në ambasada. Am kohë, jo tek Ahmedi për shembull. Kështu që këta njerëz që i hedhin këto shashka, themi ne nga Tirana, hedhin shashka, pra tymnaja, hedhin tymse, po faktikisht nuk kanë asnjë lloj fakti, nuk kanë asnjë lloj argumenti. Sepse nuk ka ndodhur ndonjëherë, asnjëherë nuk ka ndodhur që ndonjëri për hoxhallarëve të lavdrohet apo të thotë apo të japi sinjal që ne kemi të bëjmë me arabët, me kuptimin e gjakut apo me kuptimin e krenarisë se jemi pjesë e një populli të tillë. Ata janë popull mbetën, ne jemi popull, siç na ka kriju Zoti neve shqiptar, ata ka kriju arab, edhe është zgjedhja e Zotit për gjithë secilin. Ndërsa fenë dhe besimin që secili e ka bërë mbas një hulumtimi dhe bindje. Siç ndodhi për shembull në rastin tim, që arritën një moment dhe ju futa fesë dhe besimin. Nuk ishte as arabi ai që më ftoi në islam, nuk ishte as turku ai që më ftoi në islam. Ishte pikërisht Zoti, studimi, leximi. Zoti i madh, por edhe hulumtimi,